Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani fokusohuni te kjo video dhe mendoni personin tuaj të zemrës. Dhe bëni një pyetje. Vjen të më kërkoj ky person, jeni larg, jeni në distancë, keni pak probleme në pjesën e komunikimit, dhe bëni këtë pyetje. Më vjen të më kërkoj ky person, vjen së shpejti të më kërkoj ky person do të sjellë mesazhe lumturie në qiell të pastër. Jeni në një lidhje të fshehtë, hëna e plot ju ndihmon, ti këtë person e shikon si një person magjik në jetën tënde, por e buan shumë këtë distancë, pra e buani të dy, edhe ti dhe personi i që është larg, pra personi i zemrës. Është shumë i dashuruar me ju, është shumë human, njeri i drejtë, dhe është pak i fokusuar te pjesa e punës, por ty gjithmonë të shikon si kjo princeshe monedës, si femrën e ti ideale, si femrën e ti që e mbron fort ky ëngjël mbrojtës, pra këtë histori të bukur dashurie e mbron ky ëngjël mbrojtës. Prandaj ndonjëherë dhe ky person më stitet, sepse është larg, por është një person shumë i drejtë që do të vendos, është pak në këtë moment pak i manipuluar me njerëz jo fort të mirë, që ka probleme edhe në pjesën e drejtësisë, por tek ty shikon femrën e tij të jetës, një mbretëresh të shkopimeve, një femër që i fal dashuri pa asnjë lloj interesi. Është një femër intelekte e dashur. Për momentin ky ka probleme, është në meditim për të reflektuar, është pak i lënduar në gjërat që kanë ndodhur, por kjo largësi që keni midis njëri tjetrit e bën që dhe të vonojë në pjesën, është menduar në pjesën për të kërkuar, për të ardhur që të kërkojë. Lufton fort sot që t'i zgjidh problemet e tij dhe shumë shpejt ky person vjen, pra ju kërkon me këto fjalë të ngrohta, me këtë emocion, me këtë pasion, për të shprehur atë që ai ndjen brenda shpirtit të tij, brenda zemrës së tij për ju. Me kë rezonon kjo histori e bukur? Pra vjen drejt jush, ju kërkon me gërmën R, Sh, I, M, P, L, V, J, A, Z, gërmën U, D, Q, L dhe gërmën Y. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me akrep, shigjetar, dash, dem, bizhëresh, gafore, juan dhe binjak. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, i like dhe një zemër të vogël.